shty. S'm kap do të më shty, po s'm kap do. Sot, do shtyjem vet. U shtyva veten sot. Pse? Sepse sot, Shef Gimi do t'ju bëj një gjë të këndshme. Sot do t'ju bëj kek portokallë. Dhe portokallat i laj mirë, i fusim blender me gjithë lëkurë, i grim mirë edhe i përdorim. Ky është sekreti që më të butë. Shef Gimi. Hoppa! Let's cooking! Me lyrë formën e kekut me gjallë dhe hedhim miell, dhe kjo është për arsye që mos të ngjitet keku. Dhe bëjmë një kek portokalli. Kemi hedhur 3 vezë dhe një gocë sheqer. Dhe këto i përzejmë derisa masa bëhet një trashë. Një gotë vogël me vaj. Dhe e trasojmë përsëri. Në këtë moment i hedhim portokallat e grirë në multi, për arsye sepse unë i gri me gjithë lëkurë, për arsye se kjo e mban kekun e butë për shumë ditë. Tani i hedhim gotën e parë me miell dhe vazhdojmë hedhur baking powder para se të hedhim gotën e dytë, e përzihem dhe tani i hedhim gotën e dytë me miell. Dhe fillojmë e përzejmë përsëri. E hedhim përbërësin ton këtu, që e bëjmë kështu, në formën e kekut. Keku tani është gati, do ta fusim në furrë dhe do ta pjekim në 200 gradë për 45 minuta. Megjithse e shikoni dhe me sy. Ja dhe kekun sa po e nxorra, Jo, me këtë kek i zë 2 të dashura. Ose jo, se kanë shumë shpenzime, lere. Ica, me zemër të kisha.